Shëndetje, mirë se vini në Living Day. Do të flasim sot për disa biseda të vështira që bëj me prindrit dhe një ndër to është diskutimi për pronën, i cili në shumë raste bëhet i komplikuar. Kush e trashëgon shtëpinë, kush e trashëgon tokën? Janë disa gjëra të cilat nëse nuk zgjidhen kur prindrit janë gjallë, kthehen në një problem që del në sipërfaqe shpesh kur ata nuk jetojnë më. Po është normale ti thua prindit se kujt do ta lësh shtëpinë, nëse ai nuk e ka menduar ende, nuk e ka marrë një vendim të tillë. A është e drejtë të bësh një bisedë për testamentin, i cili automatikisht flet për një kohë që ata nuk do të jenë më? Sa normale është i themi këto gjëra? Pikërisht për këtë do të flasim sot. Do ta diskutojmë këtë marrëdhënie. Për disa është e vështirë, për disa është më e lehtë, për disa është korrekte me një panel i cili është i lidhur me këtë gjë në disa raste në mënyrë të drejtë për drejtë. E para është kryetare e dhomës së ndërmjetësimit, Drita Avdyli. Drita, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Sa situata në zyrën tënde pikërisht që ka në qendër pronën, ndarjen e pasurisë. Mbi 70% të gjithë çështjeve në ndërmjetësim, pa ju drejtuar gjykatave, sidomos çështjen e pronave dhe të testamentit, zgjidhen pothuajse me ndërmjetësim. 70% e tyre. Po. Kem pas dhe raste, unë do jap gjatë një person një ditë përpara se të vdiste nga një qytet jugor, jemi shumë konfidencial, vuri me gisht, la testamentin e tij një ditë përpara se të vdiste. Kjo solli një konflikt midis gruas, fëmijës së tij dhe motrës. Do ta rimarrim sërish këtë argument dhe dua ta kuptoj këtë rast nga i cili mund të mësojmë shumë. Të ftoj të reagohesh dhe mirëpres një tjetër personazh. Ai është Bujar Zhuri, sipërmarrës, mik i programit ton, gjithmonë të nderuar sa herë të kemi pjesë të programit. Mirë se vjen. A ka një moment të përshtatshëm për të folur për testamentin? Patjetër që ka moment që testamenti është shumë i rëndësishëm pasi ai zgjidh shumë mirë ose i paraprin konflikteve, të cilat mund të shfaqen në një kohë kur prindit nuk ekzistojnë më. Kështu që unë mendoj që testamenti është një zgjidhje ideale dhe duhet bërë në kohën e duhur. Në kohën e duhur, po cila është koha e duhur, këtë do ta mësojmë gjatë bisedës sot. Mirëpres Tea Dupi, të cilën e kam të vështirë ta etiketoj, nuk më pëlqen të tras blogere. Se jesh shumë të tepër se kaq. Mirë se vjen. Gjeta, po ule, më thuaj. Do të ta jap fjalën pasi të ratoj edhe të ftuarit e tjerë, sepse dua ta dëgjoj këndvështrimin tënd të shtrirë në kohë. Mirëpres Rezart Lahi, sipërmarrës. Gjithashtu mirë se vjen në Living Day. Kënaqësi. Ke menduar për testamentin? Patjetër. Është tani? Është pjesë normale e jetës. Shikoj, ne nuk kemi bërë një kontratë me jetën kur do e sa do e zgjasim, kështu që patjetër është. Mos më thuaj që e ke shkruar testamentin, ti ta kesh jetën e gjatë. Po. E ke shkruar testamentin. Kjo ishte një befasi e këndshme. Dhe mirëpres Deni Balliu, juriste. Mirë se vjen Deni. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi të mirëpres, besoj edhe në zyrën tënde. Gjithashtu duhet ketë patur situata të cilat në qendër të konflikteve në lidhje me testamentin, por edhe pronën gjithashtu. E kemi në Shqipëri një kulturë të testamentit? Jo. Fatkeqësisht jo. Madje jo vetëm që është kulturë, po është edhe shumë turp në familje ta flasësh. Është turp. Po. Nëse ti e bën këtë diskutim me prindrit, është e dimshme, ata ofendohen. Do me thënë, e fusin vete në për labirinte të tilla që fëmijët na duan për interes, po mendojnë që të vdesim ne, duhet na marrin pronën. Është e vështirë, faktikisht. Të komunikosh në familje për këtë gjë është art më vete. Dhe ajo që është më paradoksale është që flitet më shpejt se si do blesh një pronë. Kur është puna për të blerë një pronë, të gjithë janë të çlirë, të hapur, bëjnë batuta, japin mend, madje edhe te ngjyra perdeve futen të gjithë, edhe pse ajo pronë është e X personit, dhe kur vjen puna për të menduar që kujt do t'ja lesh këtë pronë, pastaj është e dhimbshme për atë që do ta di, për ty vetë që ke ble pronën, është çështje kulture. Dhe është një proces që në fakt për në Shqipëri ka sjellë jo pak probleme, profesionistët e dinë shumë mirë. Konflikti është tek ai që i ndodh fatkeqësia. Do me thënë, për te i problemit emocional që ka për atë që ka ndodhur, është dhe gjithë ky sherrin mbrapa që ka një pronë dhe kush do ta marrë. Se është turp të flasësh për testamentin?
Sepse Mungesa e kulturës është e para, që nuk kemi kulturë në Shqipëri për këtë gjë. Supozohet nga një shtet që nuk ka patur të trashëguar. Nuk kemi pas pronë, që nuk kemi pas një edukim ligjor mbi trashëgimin dhe testamentin. Kemi 30 vite në momentin që kemi pronë private dhe kemi filluar të edukohemi, të marrim edukim ligjor mbi trashëgimin, mbi testamentin, që është ose gojore këtu, se në fillim familjet shqiptare thonin që në testament merr djali, vajza jo, pra më përpara. Thonë akoma. Kjo ka qenë në ekzistencën e 60 viteve më përpara në kohën e luftës, kjo ka evoluar akoma, kanë operuar sepse shoqëria patriarkale, sidomos këtu në Shqipëri, ekziston akoma. Ne prindërit nuk është është problemi emocional që ne nuk duhet ta ridiskutojmë me familjarët tonë, por që ekziston akoma që djemt, gjithsesi unë jam dakord me këtë historinë patriarkale. Vete, ke bërë ndonjëherë këtë bisedë në familje? E kemi bërë, e kemi diskutuar, e kemi prekur shumë herë. E kemi të rregulluar. Po, dhe që unë jam shumë dakord që kush është nevojtar në familje, atij t'i lihet testamenti, jam pro, se dhe dikur gocat kishin pasuri të luajtshme pajan. Merrnim një paj dhe krijonim një autoritet kundrejt familjeve të partnerit, po, pasta kjo është operuar akoma dhe ekziston akoma, që djemt mund të marrin pasurinë ose mund t'i lihet testamenti. Unë jam shumë dakord se kush fëmijë mund të qëndrojë dhe mund të ripranë familjen. Kam një motër dhe një vëlla. Dhe jam shumë dakord që prindërit e mi testamentin t'ia lënë vllajt ose motrën, kush fëmijë t'i qëndrojë më pranë, se ne jemi të detyruar t'i kushtozojmë prindërit që këtë e duam ne këtë, prindi është i lirë të japi. Dashuria është e përbashkët, po pasuria pastaj shikohet edhe në bazë të kujdesjes, për kujdes. Por dhe prindrit, kur të bëjnë një testament, duhet kenë kujdes rezervën ligjore. Pra ato mund të përjashtojnë ju ose motrën tjetër, me sepse ju dëshiron t'ja lejni vllajt, por fëmijës tënd, pra është kjo rezerva ligjore që kodi civil që në kohë të zogut e ka rregulluar. Ne ecim sipas kodit civil dhe sipas ligjeve që pasuria e luajtshme e paluajtshme është e barabartë, por sipas nevojës pastaj duhet jetojmë akoma me unë nuk jam dakord, dhe ky është një mentalitet duhet ta ndajnë në mënyrë të barabartë pasurinë për trashëgimtarët. Me testament prindrit duhet ta ndajnë. Dhe kjo është një barazi që besoj që i jep një harmoni edhe fëmijëve në një të ardhme e para. E dyta, nëse është pastaj për të bërë një rregullim midis fëmijëve të cilët njëri ka një gjendje më të mirë ekonomike dhe një tjetër ka një gjendje më të dobët ekonomike, duhet që me marrëveshjen e fëmijëve e të gjithëve që bien parimisht dakord për të bërë këto. Ky është pastaj nuk është vendim i babait ose i nënës ose i prindërve në këtë vendimmarrje, por është vendimi i tyre, të cilët kthehen në rregullator të situatës po në rastin që prindrit nuk kanë më marrëdhënie me njërin nga fëmijët. Shiko ç'a ndodh. Në rastin e parë është rasti ideal, që bien dakord fëmijët dhe thonë ka më shumë nevojë. Rastet e kësaj natyre këto në botë gjën. Edhe në botë, për shembull, në një familje e cili fëmia ka humbur të gjitha lidhjet me prindrit, qoftë me njërin prindër apo me të dy prindrit, ndodh të rëndom që prindrit trashëgojnë të pronë, mund t'ja japin kishës apo një institucioni bamirës e tjera pronën që kanë, sepse duan që të shikojnë që kjo pronë shkon tek vendi i duhur dhe tek njerëzit e duhur të cilët dinë ta menaxhojnë. Do të jap vetëm një rast. Jashtë për shembull në Shqipëri nuk kemi dëgjuar raste të tilla, apo jo Drita? Jashtë një sekondë. Është pa mundur të bëjë raste. Jo, unë po tregoj një rast. Ne po themi për trashëgimin dhe për të pasurisë, por varet dhe pasuria si është vënë. Është gjatë regjimit martesor, si do ndahet, pasuria gjatë çiftit apo ajo e trashëguar nga prindërit. Është dhe mënyra e fitimit të pasurisë që ti do e ndasësh. Nëse një burë një grua, ato kanë prit të qetësojnë dhe qytetarin që na ndjek. Pra nëse ato janë të martuar, ato kanë mund të bëjmë përpara një kontratë paramartesore, gjë që po prap nuk ka një kontratën e jo, nuk kemi një edukat qytetar. Është e vështirë, nuk kemi edukat që ta bëjmë, se ofendohet. Ofendohet sërish pra, edhe në këtë rast, njësoj për testamentin, ofendohet. Ofendohet se unë thot nuk martohem me ty për interes për këto. Por kjo duhet jetë një edukat ligjore, them unë. Kështu që në momentin kur
tjetër soi ndahet një pasuri e vënë gjatë regjimit martesor, një biznes i hapur gjatë regjimit martesor, dhe ndryshe është rregulluar një trashëgimi që trashëgohet nga prindërit. Fakti që këto gjëra nuk janë sqaruar më parë, duke i lecu punën edhe juristëve, sepse sa më të paqarta t'jenë dhe problemi është më i madh dhe mundësia e abuzimit nga gjitha palët është i madh. Fakti që me humbjen e një personi, e gjitha ajo zallamahi që ndodh mbrapa, krijon kaq shumë stres. Do të thotë që nuk që ka pra problem për ta fol, për ta zgjidhur. Po, krijon se, shiko, ka raste nga më të çuditshme. Ne po flasim për Shqipëri kur gjërat tani kanë filluar. Kur vdes një person i cili nuk ka rregulluar me testament, ajo ndahet. Pra 50% i takon bashortes, 50% trashëgimtarëve. Edhe mënyra se si është vënë. Duhet të dish që shumë vonë ka hyrë dhe ligji për familjen që burri me gruan, momenti që janë të martuar ndahet 50-50, por unë di rastin e shumë ikeshave të mia më përpara që shtëpinë kanë ble ato, kontributi ka qenë i atyre për 1100 arsye se burrit i vinte turp që të ishte në përmandate e emri gruas apo në përkontrat, i ka marrë pronën në rast divorci. E ti e di shumë mirë. Kështu që e njerëzit janë vrarë për një viuji, është shumë e rëndësishme dhe nuk është turp të vritesh pastaj, është turp të shkosh në gjyq për pronën e prindërve. Kanë shkuar tani, kanë shkuar vëllezër e motra dhe nuk kemi dëgjuar. Kështu që është më turp që të shkosh më mbrapa edhe të prishesh me vllajin, me motrën, me njerëzit e familjes. Se sa ta flasësh më përpara, kur prindrit janë. Është e drejta e tij që ka pronën për ta lënë. Por, është dhe detyrimi, dhe jam shumë dakord me zotrin, kur thotë që nëse do vendosin për t'ia lënë një fëmijë i cili ka më shumë probleme financiare, apo sëmundje, se varet se si, se fëmijët e tjerë, do duhet bien dakord edhe fëmijët. Do duhet të heqin dorë nga kjo tragedi, sidomos rezerva ligjore, mi prit dhe mbesat. Prindrit e bëjnë realisht si duan vetë, por mos harro se mbrapa kanë lënë shumë konflikte, vllai me vllajin nuk flet, motra me motrën, ju duket e pa drejt. Nëse është i pronë që kontributi jonë është i njëjtë, pa dikush më pak e dikush më shumë, edhe ndaj. Kur është vetëm e prindërve, i takon atyre ta ndaj. Në konflikte individuale. Kjo është gjithë thelbi. Që njëri është më dobët apo prindrit thotë gocën e kemi martu, thotë të qëmë të burri. Tani dinoj vjerë që le pasurin usës? Pra goca është e pambrojtur. Nga prindrit se përshkon të burri, nga burri se burri nuk i e brus. Nuk ka ndryshuar kjo gjë? Kështu që pra vazhdojmë të jemi me këtë mentalitet patriarkal, ku pasuria i takon djalit dhe vajzës nuk i takon pasuri. Sidomos në zonat rurale. Vazhdojmë të jemi mentalitet. Por që, jo, kur flasim për zonat rurale, flasim për zonat e fshatrave, apo zonat e thyera, cilat nuk kanë shumë njohuri edhe mbi këto të reja që janë futur, këto balancat midis vajzës dhe djalit, apo ndarjet brenda familjes e tjera tjera. Unë mendoj personalisht, dhe më thënë, unë kam 2 fëmijë dhe kur diskutojmë, të 2 fëmijët e mi janë shumë koshent që gjithçka i takon 50-50. E keni bërë këtë bisedë në njërë në familje, të kanë pyetur ata, apo e ke ftuar ti në bisedë? Ja, në kohët e fundit, kur unë po diskutoja për... Po si kurse për para që i falet kishës e këshu, i ti do ishe takon që t'ja falje... Ja ta të shpjegoj këtë dhe pas të shpjegoj kishës. Unë për shumë imbirë, është në pritje që unë doa të ndihmoj për një shtëpi, vlera e shtëpisë ti shkon sa 2 fishi i shtëpisë i ka bler vajza. Edhe gjithçka, tha unë dua të jetë gjithçka me dokument, në mënyrë që nesër pas nesër çfarë i detyrohem motrës, dua që të jemi 50-50. Fëmijët jetojnë në Norvegji. Ata e student në Norvegji. Por, janë të lindur atje, rritur e tjera. Pikërisht, por janë koshent. E solla në vëmendje që fëmijët janë rritur në Norvegji. Janë koshent për atë që përgjithësimarrja është e njëjtë, domethënë dhe detyrimet janë të njëjta. Edhe për sa i përket pyetjes që më bëri zonja Drita këtu, unë dua t'i them që në Norvegji, një rast, si po tregoj unë, një multimiliarder norvegjez, unë e kam thënë në një media tjetër, ka falur rreth 7 miliard euro, ja ka falur një institucioni që merret me kërkime, ai nuk kishte pasardhës, po kishte kushëri, tha
sa ti lë këtë pasuri atyre dhe ty në konflikt me njëri tjetrin, është më mirë, unë këtë mund ta kishte zgjidhur ai pa hyrë në konflikt. Jo, ai ka menduar shumë njerëz, prona, ç'është prona? Ne ndonjëherë bëjmë një pyetje shumë naive, themi që prona është kështu. Prona Prona që për cilën ti ke luftuar gjithë jetën ta kesh. Prona është një... Është fare pyetje naive. Jo, më fal, një sekondë të lutem. Prona është një kontribut që ti ke arritur me shumë sakrifica. Dhe shumë individ sot në shoqërinë moderne, e të cilët e marrin të trashëguar këtë pronë dhe humbasin, sepse nuk dinë se si është vënë kjo pronë. Po me thënë drejtë, më përpara e lë kushërinjve të fëmijë, e kupton se sa t'ja lë një institucioni që kujdeset pra për njerëz që ka nevojë. Po kam kushërinjtë e mi që ka nevojë. Kështu që pas kam lek, i mbledh edhe i them atij që ka më shumë nevojë, pak më shumë, edhe lumturoj fisin tim tek e fundit se kemi një gjë. Janë shumë institucione kërkimore jashtë, të cilët mbështeten pikërisht nga njerëz të cilët i japin, i dhurojnë këtë lloj kapitali. Është një kjo gjë. Duhet të dëgjoj pak Rezartin. Larg realitetit shqiptar. Po, dhe në fakt bëjnë shumë përshtypje në realitetin shqiptar për këtë arsye thash që në Shqipëri nuk kemi dëgjuar askënd që ta ndaj pasurinë në këtë mënyrë ku një pjesë të pasurisë, edhe nëse nuk ka trashëgimtar, ta jap në institucione të ndryshme apo ta dhurojë. Janë për bamirësi, janë institucione shëndetësore. Për bamirësi nuk kemi dëgjuar në Shqipëri, nëse do ta kishim dëgjuar këtë gjë, do të ishte një lajm që Jehona do të vijonte edhe sot. Rezart, si arritet ti në këtë konkluzion që të bësh një testament kaq i ri? Shiko, ne harxojmë muaj kohë duke organizuar dasëm, ama nuk harxojmë kohë për të diskutuar edhe për, si thash, për pronat që kemi. Njëtën bisedë unë kam bërë dhe kemi bërë edhe me prindrit e mi, shoqëror zotit i kam akoma gjallë, dhe ndarja ka qenë, sepse nuk mund të jetë pa tjetër, barazia nuk është drejtësi. Dhe ndarja pa tjetër mund të mos jetë e barabartë, pasi le të themi, mund të kesh 3 shtëpi, një në blok, një te medreseja, një në vend tjetër, dhe vlera pronës nuk ka vlerë të njëjtë. Ndërkohë, për të mos i lënë fëmijëve që çdo shtëpi ta copëzojnë, pa tjetër përmes marrëveshjeve dhe përmes mirëkuptimit të familjes, ti i dakordson, të cilat ato jo domosdoshmërisht kanë nevojë ta firmosin, por të paktën prindi i bën me dije se çfarë do i lëj në trashëgiminë e vet. Ose shprehje ta bëni këtë bisedë në familje, kanë qenë prindrit ata që prindrit i mat na ka ulë të 3 fëmijëve dhe na ka thënë, unë kam menduar në këtë mënyrë. Si mendoni ju së pari, pra të shmangte ato konfliktet e ashtu. Dhe janë dhënë sugjerimet dhe kemi rënë në një dakordësi, e cila ishte pak a shumë dakordësia e babait tonë, sepse besoj drejtësi dhe pa drejtësi i vendos babai, së bashku me nënën, po në shoqërinë tonë jemi mësuar që fuqinë ekonomike dhe vendimtarinë financiare e bën babai se koka shkak. Në këtë rast çfarë ndodh pra, pasi bie dakord, duhet të shkosh në një zyrë, noterie, dikun, pra cila është procedura? Procedura është... Ju e keni bërë dhe prindrit dhe ju e keni bërë vetë personalisht testamentin? Ne nuk kemi nevojë ta bëjmë testamentin, pasi e bën babai. Që the përpara. Pra, ne kemi... Unë kam bërë testamentin tim, jo të babait. Babai ka bërë vetën, unë kam bërë timen për fëmijët e mi. Tani po flasim për testamentin e babait. Pra, kanë rënë dakord me 3 fëmijët. Çfarë ndodh pas këtij momenti? Asgjë s'ndodh. Pra, lihet e shkruar diku? Ose e bën me shkrim dore? Po të shpjegoj si e bëjmë ne, pastaj do ma shpjegosh se si duhet ta bëjmë. Ligjërisht, ta kuptojmë si duhet funksionojë dhe ligjërisht. Ligjërisht mjafton ta bëj babai te pjesa notariale. Pastaj është pjesa... Jo, nuk është vetëm notariale, mundem ta shpjegoj? Apo jo? Jo, një sekundë sa ta mbaroj dhe me shumë kënaqësi do dëgjoj sepse do mësoj shumë edhe nga ju. Në aspektin e kësaj gjë, njerëzit nuk flasin për trashëgiminë, se i duket sikur po flasin për vdekjen. Po vdekja nuk afrohet se flet për te. Mos marrveshjet. Nuk flasin prindrit, jo se na duket, i ngel hatri atyre. Pikërisht pra, nuk flasin prindrit se duket sikur thot, shikoj po vdes nesër, dhe së dyti nuk pyesin fëmijët se duket sikur i thënë, shikoj hajt marrove punti, si do i ndajmë këto pazaret e këtyre. Pra, është ajo kultura që ne nuk flasim për çdo gjë tjetër, por nuk flasim për pjesën e trashëgimisë. Ndërkohë që një pjesë e madhe e trashëgimisë nuk është vetëm prona që ti le, patjetër që testamentin ti i bë kur ke prona, se kur s'ke prona s'ke çfarë bë testament, por një pjesë e asaj janë edhe investimet, pra prindi mund ta kuptojë dhe në këtë ndarjet investimet që ka bërë tek shkollimi i njërit dhe s'ka bërë te tjetrit për ato ndarjet që mund t'i bëj.
Pa tjetër që barazia nuk është drejtësi, sepse ti nuk mund të kesh ndoshta të njëjtën qasje për se cilin fëmijë, sepse ndoshta edhe ato s'kan pas njëjtën qasje. Unë nuk e di se si do reagoja kundrejt një fëmije që më kam shtet gjithmonë dhe më thojza ma ka kthyja dë borgjin që unë i kam qëndruar pranë kur ai ka qenë fëmijë i vogël dhe tashmë kur unë jam i plakur ai do më qëndroj pra, dhe dikush tjetër që dhe një fëmijë tjetër që ka qëndru larg, s'ka marrë herë në telefon, s'është për kujdes fare, kur unë kam pas nevojë pra. Njerëzit lidhen edhe me anën emocionale në momentin që bëjnë trashëgiminë, do të thënë. Është dhe pjesa e kontributit që ata japin gjatë kohës, sepse nëse janë 2 fëmijë apo 3 fëmijë, 2 jetojnë jashtë, njëri është në Shqipëri, është afër prindërve, kontribon në biznese etj. Kontributi dhe financiar. Po patjetër. Si duhet të vepronim në këtë raste pasi bie dakord në familje? Nëse babai për shkak ka rënë dakord dhe don të bëj testamentin, ka 2 lloj mënyre lënie testamenti. Është një që bëhet ai me shkrimin, orograf që e bën babai dhe nëna të 2 me shkrim dore, firmosur, dhe ky testament lihet tek një noter. Pra, noterizohet dhe lihet tek një noter. Këto janë rastet kur lihen me shkrim dore dhe janë më të kontestueshme në momentin kur largohen prindrit. Është dhe lloji tjetër i testamentin ku të 2 prindrit shkojnë tek noteri dhe e bën në këtë rast testamentin noteri. Noteri në këtë rast, nëse prindrit janë mbi moshën 65 vjeç, sigurisht duhet marrin dhe një raport mjeko-ligjor që ato janë mëndërisht mirë dhe që çdo gjë pavarësisht se janë madhor, duhet jenë dhe mëndërisht mirë që ta lënë këtë testament. Kemi pas historinë e Lorani që vajza hodhi gjyq që mamaja nuk ka qenë mëndërisht në rregull, në momentin kur ka lënë trashëgiminë të tjerëve. Duhet edhe ky vërtetimi i gjendjes shëndetësore. Pastaj lënia një testamenti e siguron dhe vetë personin që po e lë që i është zbatuar vullneti. Pra është ndryshe të thuash gjatë jetës që hëse ti do t'i marrësh, hëse për ju i kam, dhe në momentin që ti nuk ke lënë gjë me shkrim, ti nuk e di se ku vajte. Ose, se ti e mori Të rast ku nuk e lënë testament ke noteri, nuk i zbatohet vullneti, por i lihet rastësisht, është mundem të qartësojmë dhe qytetarë, pra testamentin mund të bëjmë me shkrim dore ose kon noteri, nëse nuk bën një testament bashk, në rast të një vdekje natyrale, atëherë noteri i takon, jo, dhe si pas kontributit, dhe në mënyrë... Do ta flasim në pjesën e dytë këtë, në fakt të duhet jam pak më tepër po. Që se kuptove, që në atë moment që i ndodh, pra duke qenë para gjykimit në shkak, në trurin e tij, që nuk e lë dot e noteri, se ka para gjykim. Po, ja pra se është brezi. Ju la rastësisë, në këtë rast, ju la rastësisë e morë gjithë fëmijët, dhe ai me shpirt nuk do që x fëmijë ta ketë. Rezart nuk më ktheve përgjigje, si vendose ti të bëje testamentin tënd? Unë vendosa ta bëj, sepse, siç ta thash që momentin e parë, nuk kam asnjë pasi keni bërë këtë bisedë me babain, apo pavarësisht kësaj? Pavarësisht kësaj, unë thash, unë s'kam i kontratë me Zotin, kështu që du që gjërat i kem të qartësume edhe për pasurinë time, edhe për... Cilën mënyrë ke zgjedhur? Atë me shkrimin e dorës, apo ke shkuar te noterja? Ke rezervuar tek noteri, po. Bravo. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak sërish në bisedë.